Dhe unë, kur të them, s'ke besim ke mu, kjo, ta pys sinqerisht atë gjë. Dhe unë nuk mund kuptoj asë gjë kur ti thua s'ke besim të unë. Ajo që kuptova unë, se pa tjetër ti ke punën tënde, ke mënyrën e të punuarit ndryshe nga çdo lloj regjizori tjetër, që është e drejtë, pa tjetër. Thjesht duhet ma thoshe nëse është kështu si thua ti, po nuk mendoj fare që është kështu. Sepse nuk e priqa unë atë gjë. Nuk e priqa unë atë gjë, atë sjelljen tate. Po, asu nuk e prisja. Ata duelit e priqa, se ai aqe e kupton atë gjë. Po, asu nuk e prisja, që kur Erandit silte tekstin e shfaqjes, Esterit të kishte 2 fjali. Do me thëmë, filluan dhe këta duke u talë që më s'ka gjë, më s'vi keq, se ti ke ku i tregon vjen. Thash, nuk kam nevojë, se nuk ishte kjo ideja. Se fjalit e bëjnë rolin. Fjalit e bëjnë rolin si mas... Po unë kam kuluaj, unë nuk kam kuluaj me ato 2 fjalli. Kush tha ty? Po s'ke janë ato 2 fjallia ku s'ke qatë bësh. Me gestikulacione? Gestikulacione gjitha janë gjëra që ndërtohen hap mas hapi, ndërtohen vetë, ndërtohen nga ty, janë gjërat e tuja. Por ty të duhet qefi mrena dhe besimi. E kupton? Unë atë gjë që bën ti, unë nesër do shoh kush do dali sot, dhe nëse s'del njeri, sot, unë do t'i switch nesër. Edhe rolin të atë do t'ja jap nenes, edhe ty do t'jap vajzën atë që duhet t'kesh. Okej? Më dëgjo pak. Dhe do t'a shovësh se ku do jetë në fund gjëja. Se cili nga role do t'jetë, si tush, edhe qatë disniveli do kenë. Që për mu, unë mendoj që aktorëve të mirë, i jepet karakteri. E kupton, dhe kur karakteri ndërtohet në funksion, një sekund, kur i vend gjithë në funksion të ati karakteri, është gjithmonë, është gjëja më e mirë që mund të marrësh nga një pjesë, nga një regjizor, aq më tepër kur e ke të adoptuar aty. Ndërsa momenti që ti ke rolin tatë, edhe ai është roli, edhe ti thjesht lexon dhe bën atë që të thonë, e kupton, që këtë moment për mua nuk e më interesant. Më kupton çfarë? Po, e kuptoj. Pra, as mua s'm duket ajo interesante që theti tani, se s'e kam bërë ndonjëherë, me të drejtën. Ideja ishte kjo, që kur erdhi teksti, patjetër, se e nisa fjalin dhe nuk më le, patjetër që ti ke punën në mënyrën tënde të punuarit. Kur erdhi teksti, pra ajo është baza e gjës. Ti do më mësosh mua gjithçka për aktrimin, patjetër. Ama këtë gjën e di, që kur vjen teksti është baza, dhe kur ti ke emrin aty, ka mbaruar punë, do me thënë, roli jot, si aktor, kë ke ti. Gjithsesi, ti, si Erand, ajo që mund të kishe bërë për Esterin, që mund të aprovosh me nenën, pa tjetër, është që mund t'ja kishe dhënë Esterit këtë rolin, dhe pasaj mund të kishe bërë këtë switchin, se nena nuk është në nominim. Mund të kishe bërë këtë switchin, që ta shikoj nëse Esteri nuk e bën mirë këtë gjën, pra ti kishe dyshime të aftësit e Esterit, se nuk e kuptoj. Apo nena, nuk kam dyshime unë me nenën, edhe të shdukur nena më interesante. Jo, nuk më shduk nena më interesante, se s'ka se s'jam gomar. E kupton? Nuk jam gomar. Por, për faktin që sot janë nominimet, e kupton, unë mund të ndryshoj nenen dhe në rast se dele Linara, unë vejnë nenen. Kjo e fundit që bëra, është ajo që duhet jetë. E kupton? Ore, të kuptoj, po, mendoj që kjo që po thua... Nominime që do iki një njeri sot, do iki, dhe ai që do iki, e kupton, do mirë kuptohet gjëja, nuk do keq interpretohet. E rëndësishme për mu është me momenti i par i gjës. Kur ulemi, kur ti jemi njeri që, e kupton, unë jam i përzjedh me jot, këtu, e kupton, ri flej me ty, këtu, haj buk me ty, jam dispozicion të atë, dhe ti, do më thonë, unë për vete, kështu nëllë ke mu, për mba se jo gjithë njerëzit, e kupton, e shofi, se unë shof, atë që bëj unë, e kupton, atë që bëjnë tjerët për mu është detyrim me këthy. Dhe ti, prandaj pyta, vërtet i beson ato që the, ti nuk do të kishe pikën e dyshimit ke ajo që unë të thash. Nuk e besoj këtë gjë fare, vjen shumë keq, sepse kam shumë respekt dhe kam shumë për zemër. Po pra, unë atë që thash duhet besoj. Po pra, unë këtë gjë nuk e besoj, sepse nëse do ishte kështu si thua ti... Kë nuk beson? Këtë që po thua ti tani, sepse thjesht mund ta kishe vënë Esterin në rolin e kësaj, dhe pastaj mund të kishe bërë switch. Pra nëse Esteri nuk të pëlqen, po thua që... Sepse momentin që unë vej emrat ashtu siç janë,
momenti që vej, se unë kam përdor emrat e këtushëm. Unë kam përdor emrat e këtushëm sa t'i vejsha emrat e personazheve. Pra ne ka fillu aty vajza, e kuptoj dhe mas ne kam dalë ke ti përcaktoj se mos harroj switchet që do bëj. Pra ne i fillimi është vajza, sepse vajza ishin nga të dyja krahët. Jo, nena mund bëj, nena mund bëj, nusen atë, nonën e asaj, dhe unë ta heq gocën, e kupton, që pëse del dikush këtu do bëjnë switch e tjera, se do kombinojnë ndryshe, gjëra. Personazhi Ester do e ketë emrin, edhe po t'jesh vajza, edhe po t'jesh Esteri. Dhe ajo që do jetë vajza, do jetë Ester emri. E kupton, emrat nuk duhet me thonë asnjë gjë, për mua janë karakteret ato që ndër. Vetëm se unë mendova që ne do ta krijojmë atë gjë bashkë dhe do të jetë gjë shumë më sepse një aktore amatore nuk mund t'ia thush që ta kapi gjën në moment. Sepse ato janë batuta që futen i qik këtu, i qik aty, marrëdhënia me i gjati, me të shkurtrin, gjitha, po të shovësh, qa kam shkruajtur unë aty mrapa, se unë i kam shënimet e mia veç. A e kupton? E kuptoj. Dhe ti nuk e ke problem fjalën. Unë kam vonë Andrejan për batë. është realisht fajim, sepse ndoshta e mësuar... Po këtu e kam. Ndoshta është realisht fajim, se ndoshta unë jam mësuar gjithmonë që kudo që kam shkuar më kanë dhënë po edhe më duket si çudi, po gjithsesi. Po çudi ka shumë çudi, edhe kur të jesh në shfaqje do ta shohësh që s'do jetë asgjë nga ato që janë shkruar. Sepse teksti tash është pretekst. E kuptoj. Që aktori të krijoj, punoj, të eksploroj. Po gjithsesi s'ka problem. Jo, ka problem. Ti faleminderit. Ka problem, po i gjë që unë më shtes ke ty. Esteria tregoj veten në vende të tjera.